ka rshit dhe jo shumë në shtëpi, edhe është rrezik mu rëzu krejt shtëpia. Kjo veç ka vazhdu, ai s'ka marrë masa për me sanue, po veç ka vazhdu problemi, tash unë ju met me shtëpi kështu, se di shka bërë. Kum lejmë u polici, kum lejmë u inspektorat, bile pronë kënë policia këtu, kanë bo raport policia, mirë po nuk e di tash, se di ku me që u manë atonë tash. Tash është shtëpia e pabanueshme, më shku në komunë, më kanë thonë që nuk të ofrohet afër diku 10-15 metra. E mos ki gali se ti je në rregull. E s'pen nga kërkush. Kompania si kompani, dorë në zemër nuk do të mi hinë hak. Ma ka ofruar një qira një vjeqare. Që e këmi bo një marrëveshje me ta. Për një vit, qirahën ma ka pagu. Mirë për nuk do të thëtë që qiraja, kurse të më shko shtëpia, që e këmë që jetën që të shtëpi të ndërtue, e tash qiraja së shkur gjë kjo. Heq, krahasi me shtëpi. Qëndrimi i kompanisë tonë Ademi është mashtrues. Problemi është se, si po të dhe vetë, është puna që ka rshit dhe jo shumë në shtëpi, edhe është rrezik mu rëzu krejt shtëpia. Po në fillim ka qenë shumë i vogël domi, fillim diku para 2 muajve ashtu diçka, kum lejmë inspekcioni, kum lejmë gjitha janar, kanë bo do shkrime ku ta dione, edhe kjo veç ka vazhdu, ai s'ka marrë masa për me sanue, po veç ka vazhdu problemi, tash mo është bo problemi shumë i madh. Tash është problem, tash është shtëpia e pabanueshme momentalisht, edhe s'u banohet këtë shtëpi mo, që kjo është problemi kryesor. Edhe tash ai ka fillu me ndërtu aty, as unë ka lajmëru kush që kanë fillu, as sen s'u ka thirr, as komuna s'u ka thirr që sipas meje, edhe sipas disa që shkom dhe gjuhën, se duhet më shku me pyet edhe pronarin që e ki fqinja aty. Pronarin që i kom qenë në këto. Kom shku në komunë, para se mja fillu ndërtimin, kom shku në komunë, më kanë thonë që nuk të ofrohet afër diku 10-15 metra. E mos ki gali se ti je në rregull. E s'pen nga kërkush. Mu, jo që s'u më kanë pengu, po është në pyetje më rëzu dhe shtëpia. Tash unë ju met me shtëpi kështu, se di shka bëjmë. Kum lejmë u polici, kum lejmë u inspektorat, bile pronë kënë policia këtu, kanë bo raport policia, mirë po nuk e di tash, se di ku me që u manë atonë tash. Do më thonë, ju aktualisht nuk banonin këtë shtëpi? Jo, unë s'banojnë këtë shtëpi, momentalisht ditën e ve, se ditën kur jam zgjut nuk është problemi, se paka shumë dihet se në qoftë se do në më rëzua jo një shejt një sinjala diçka, po notën s'rin këto, s'flej këto. Po shkak frikës se mundet me ushtë? Frika e madhe është, jo po të se ku ka shku atje sa ushem, ka flejt 2 metra fell atje poshtë. Thellësi e madhe është, edhe gjitha këto i ka shkaktu e firma, e pa kujdesshme, thamën. A keni bisedu ju me kompanin fjallë, që ju Kom bisedu me kompanin, kompania që ka në afra neve nuk në konvenan. Në afra shumë pak. A mundesh më nga të regu? Na ka afru dikun, po thamë, për gjitha këtë pjesë këtu, ato shtëpia vllavët e kjo tjetër, kjo na ka afru dikun ka 500 metra katror. Ma shumë jo banim, a unë i kam 300 metra katror veç në shtëpi tem. Vllavi ka 300-600 i kemi veç 2 na që kemi. Unë lajmëru inspekcionin. Kompania si kompani, dorë në zemër nuk do të mi hinë hak. Ma ka ofruar një qira një vjeqare. Që e këmi bo një marrëveshje me ta. Për një vit, qirahën ma ka pagu. Mirë për nuk do të thëtë që qiraja, kurse të më shko shtëpia, që e këmë që jetën që të shtëpi të ndërtue, e tash qiraja së shkur gjë kjo. Heq, krahasi me shtëpi. Edhe e kemi bo një marrëveshje. Mirë po, një kontratë të cilën ata ma kanë ofru muhe. Avokati tyne ka qenë të mërësisht e papranueshme. Ashtë një nen, unë e kam kontratën me veti, po i me lexu një nen. Neni 6, thët, pronori i shtëpis, të më thonë pronati i tokës, merë përsipër që në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate së bashku me familjen e tij, të largohet nga pasuria e tij. Do më thonë, pasuria jam është edhe kërë, edhe një tjetër që se kam këtë qëtash. Me qëllim të shmangjes së ndonjë rreziku apo frikës për rënimin e shtëpisë gjatë zhvillimit të punimeve. Do më thonë, nuk e ban ai që më morë masa mbrojtëse, po veç rëzohet shtëpia gjatë punimit, ti do të më ikë për këtu. A mundeni ju lutëm na tregu qëndrimin e kompanisë juaj rreth kësaj? Qëndrimi i kompanisë tonë Ademi është mashtrues.
Na ja kemi pagu qiran për me dalë për shtëpie, ai po don me përdor këto mënyra shantazhet për me hi në bisedime me marrë 100% na mos pata akseptim për me hi në marrëveshje me punën tonë. Projektin na jemi të zbatu si dohet. Kemi shiu kanë diku që s'na ka lejuar me punu në borën dhe që na me evitu rrjedhën e ujit, po na i kemi pagu një qëra, ka kërku pare 6.000 euro, betoni atile të këtën, po partë të vetë vazhdojnë me këto insinuat aktiva të cilat është të i bo. Na kemi bo disa marrëveshje, po më rrezikohet tjeta, dilni për shtëpi, na të përgjigjum ç'është dush për shtëpinë. Reparimin. Po unë ku me shku, ta paguajnë qiran, për një vetë që kom pagu qiran, nuk e kanë shu shpinë rënd të anë miret me këtë shkesa. Po du me hinë marrëveshje me juve si kompani. I kom thonë, na mujna me hinë marrëveshje, po me çmimet e tregut. Jo, unë po du 100% sa të investohet aty me marrë rajone, nuk bëj, ashtë veç me investu në shtëpi, në objekt që ajë me marrë banesa, me bo biznes me tu. Këto janë mënyra shantazhe.